Përshëndetje të dashur njerëz. Shpresoj t'ju gjeni shëndosh e mirë. Kjo video live e imja këtu në faqen time e Facebook. E kam shkruar dhe aty në post shkrimin për çfarë jam futur këtu live. Për rastin e Muslik Krasniqit, një veteran i Fshirë Shqiptare të Kosovës, ku e nderuara zonja Vasfije Krasniqi Godman ka kërkuar nga unë që ta ndihmojmë për me mbledh parat për shërimin e tij. Unë padyshim që bëj thirrje sepse ndihem shqiptar dhe ndihmoj çdo shqiptar kudo që ka nevojë. Dhe gjithsesi me këtë video desha të lidhem edhe një herë se pse kam reaguar unë në atë ditë ku disa video janë shkëputur vetëm ku ka pika ose njolla të zeza, po shqyr zote që kemi shumë njolla të bardha, të pashlyera, sepse i kena ndërtu bashkë tani sa vite. Unë gjithherë kur marr me kry një rast, mbushëm plot dashuri, krenari edhe duket që më zgjatët jeta, sepse jam mësu t'jetoj me një frymë dhe me një mision shqiptar e bujar që i kemi ndihmu dikur njëri tjetrit pa dallime, pa pas shtet Kosovën, pa qenë atë kohë që këja, pa qenë rrugove, kush do tjetër, kena kontribuar njëri tjetër me i dalë zot, edhe unë jam i rritur në qatë frymë. Po, te rasti i Baszgani, kur i mbledhëm 50.000 euro shumë shpejt bashkë me juve, se vetë s'mujmë i mbledh, do më thonë bashkë me juve. Qoftë edhe qeveria dhe kush do tjetër i ndon parat me taksat tona, me taksat e juve, me gjithë shka që bëhet në këtë vend, do thonë parja nuk është e askujt, as e labit. Mund me qenë 1.000 euro që ja pune, ose 500, ose 2.000, ndoshta 5.000 më shumë, po nuk mund me qenë 100.000 euro, sepse nuk ka ashtu kërkush. Po shumë raste i kemi dhënë ato pare. Mirë, po të rasti Baszgani, ndodhi disa komente edhe në portale tjera, po edhe unë shkrytën në adresën time që gjoja se Baszgani ai kështu, ai me PDK anë kënej, edhe ti tha je kështu, s'pe përmendi fjalë, edhe në fund tha inshallah desha në spital për Baszgani. Është e padorueshme për zotin, po, e padorueshme, sikur për këtë veteranin që ka kërku deputetja e vetë vendosis me ndihmu. Vasfije Krasniqi Godman ka kërku me ndihmu Muslik Krasniqit. Edhe pastaj, pas kësaj, kur të buna të para, më thanë edhe mua, tha, ti tha je hajnë, tha, ti kështu, thash, po më bre vlla, thash se nuk ban ashtu me shkru, o, zotni. Edhe fillun ato komendet, edhe kjo ka qenë arsye pse unë jam shpreh, megjithatë kam kërku falje, shumë kam kërku falje për zonjat, nonat, motrat tona dhe vajzat, mëmnoj që më kanë friends, kudo që janë në Instagram ose në Facebook, ku ta dione. Po ju e dini mirë që jam Labino Tahiri, i cili as Facebookun, as Instagramin, as TikTokun nuk e kam me pare. Në ta verifikon kush dën, nuk e kam me pare, nuk marr pare. Unë ja kam dediku këto rrjete sociale të fuqishme që i kam, rasteve që kanë nevojë për pas shtetit, që i paguajnë taksa, kanë nevojë për individ. Do më thonë këtë rast jam unë individ. S'ka lidhje që kam influencë, që kam fuqi, edhe i kryem rastet, po unë jam individ bre, jam si ju, si qytetar, i thjesht, s'ka lidhje, a jam konttar i mirë, a i keq, a jam humanitar i mirë, a i keq, a çka do që jam qenie njerëzore, edhe këto rrjete sociale, ja kom dediku popullit tem. Popullit tem, cili popull shqiptarve, atyre shqiptarve që nuk i shkun ballë me konje, por për atë ministrën sërbe të Serbisë, ministra e Vučićit, që ka kërku, ose e ka shprehur farë idenë e vetë për shfarosin e shqiptarve, do më thonë tashë nuk ju këshyra e me vetë vlla PDK, LDK. Me konë parlament, unë si lab, është programi, unë voton i mirë, si ju pëlqen programi, mos unë voton, ama nuk jam shka për juve, besam, nuk është as Albin Kurti i tillë për juve, as për mua, unë kur njët nuk e lejoj, edhe kur si ka thonë Albin Serbia, ose mi thonë ti kështu, o vlla, unë e vetë që kam thonë, me zemër qëre politika jashtë qenies të brendshme shqiptare, se ne jena shqiptarë. E thashtë dhe njëherë, Vasfije Krasniqi Godman ka dhënë shumë kontribut pas luftës për
nënat tona, motrat tona, duke i mbrojt në KB ndërkombëtarisht edhe krejt. Ajo është deputete e vetëvendosjes. Unë s'më i thonë tash valla zonjë s'më më të nimu se ti je vetëvendosjes ose e kam fjalën nuk më i nimu çati rase se ke thirrti. Unë nuk ju shoh ashtu valla. Edhe nuk ban ashtu më pa. Pastaj ministri, nëse do parë për labinotin, s'ka lidhje si labinoti që ka LDK ose PDK, do të më dha valla. Nuk ban veç një partijës. Kush do të qofë për shtet? Spitalet janë tona, spitalet i kena bo na be valla, si ka bo kërkush. Nuk po hima fell se përket këtyne gjanave që ju i menoni pak më ndryshe, po du më arsyetu, menoj që ju më arsyetu, është pa dyshim, e pa hishme me thonë unë atë fjallë, mu shprej ashtu, po me shkujt ne i theme atë fjallë. Bile, unë nuk kënoj bre kongë me servu me droga ose fjallë banale, nuk kam kongë, 1 miliard euro, qëtë me unë zvaj kongë të tila, se nuk me bo për një vend si Kosova, edhe popullet tem. Po, kam kërkes që kujdes kur të komentoni, jo veç tonë, po dhe zokon, mos i shifni njerëzit si parti, sidomos kur kanë nevoj më ushëru. A dini shka ka kancerë, bre? Pa nashta se dene. Po me bo mi orë në familje, e dene. Se nuk kini ku me vle barna, vla. Barna s'ki ku me vle, e që asni barn, pik. Vete, ndesh ministri vitia, ndesh ato. Unë e kam arsvetu, nashta dhe ministri s'ka mundësi, ku e di që është kasile, citata, nuk ka budgjeta, ku të dire? Po nuk ka mundësi, vla. S'ka barn në Kosovë, për kancer, shkani të drejtore i liri se e pa në bjam në kërteshën, nëse s'ka bëj, drejtori i onkologjisë, tregon Allah, që do të me që jashtë pacientën, bëllë jopin zërë mjekët tonë me botë më të mirën, na do të me shku në Sistin, të me shku në Turki, në Itali, ka janone. Amo, kujdes, unë kur njetë, unë më ka qitë të atin shtete, qeveria, Albin Kurtit. Gabim ka thonë ke bon, keti këm pagu den cen, vrrr, i paguja petë, vrrr, por të jesin në Kosovë, nuk shkojnë në Serbi, o bablak, nuk shkojnë, do më thonë në e apë ato që do të me thonë. Po nuk shkon të shemull nëse kush do komentu se e ka një mendim negativ për njonin që është shtrit në spital, mi thonë isha Allah desti, nuk shkon është të vla, vallaj jam, dëni më mush men, edhe te edhe one. Edhe unë jam i gabushëm, nuk jam i përkrymë, si jam zët. Pra ndaj, unë i pash ato video në TikTok që mi kanë qitë, po e kene atë video që këmë thonë për cecën. E këmë thonë për shumë sene, e këmë thonë, ato e në reale, tash ka me po që dikush ma ka i nati, dikush këshy më po dekën, dikush këshy më po dështumë me karrierë me ketë, është e vërtet. Po deku ka thonë caktimi perenis. Që dështojnë, punë e madhe, vëlla. Ajo bo lufta jenë faru gjinja zub, edhe për dikon su bo kiamete, sfidhimet kërkoshes, kanë harru edhe luftën, kanë harru dhunimet, kanë harru masakrat, s'pi bo të bënë kërkojt. Ka rose që më thoi mu e ti e kështu ti si ata lista, se s'pja për mene, jam zëtani po bonë, po morën klikime, po merë vesh, ma shumë po morën klikime. Unë s'po tha me shkreti, se s'jam i shkreti, nuk marë klikime me rjetët sociale. Unë e bëje vesh për juve, për familjet juve. Që ku jetoj? Flad e kam, pa klima, flad, mashallah, faleminderit Zotit, liris, publikut shqiptar. Unë i këmë dhonë shtetit. Kjo vlen për shumë militant vetëvendosjes, PDK-s, LDK-s, AK-s, Nisma, edhe të tjera. Unë i këmë dhonë shtetit si lab. Nëse ku marë para prej mrame për i dashmave, unë i këmë dhonë shtetit. Shteti, kur gjërë nuk ka bo për muë. Po nuk bazonat aja shka ka bo shteti për mu, unë shka kom bo për shtetin. Kështu i kom rritë fmit e me, kështu i kom folë plët tribe dhe vazhdojmë i folë. Besone, imaginoni populli dashur, Kurdistani atje, Kurdët, janë 40 milion banorë, nuk kanë shtetë vlazën, shqiptarë, jo të vetëvendosjes, PDK-s, LDK-s e ketë. Kosova i ka 1 milion e gjysë shqiptarë, ose sa i ka në Kosovë, banorë, nështë edhe ma shumë, pa dyqim mu i me gabu, edhe jena shtetë, folë liris Kosovës, folë atyne që kanë krizë, bam! Ta ne ka ardhë Amerika, se s'ka mujtë Amerika para uqëkës, është ashtë? S'ka mujtë Amerika para Ibrahim Rogovës, s'ka mujtë Amerika para Albin Kurtit kërë bënë demonstrata, dhe më thonë, na është dashtë me bo. Na duhet me bo punë të mira për Kosovë, tani tjertë me bo. Kështu që jena me fatë që kena lirin, jena me fatë që kena Amerikën, na vloj. 40 milion banor atje, s'kanë shtetë,
Ne jena 2 milion banor, që të Kosovës, kena shtet. Kush e ka bon? Diaspora jonë e cila sot flitet sidomos për ju, pe disave, na për media, na për do debate, ja, si, pa ja fjallat që i thojnë, unë si i thamë, asë si fjallë Gurbeçave, zëtë runa, vjerna si i thamë, kornjet. Dikush më thonë, hajtë se lobi fiton për ty, në është të vërtet, që ato parat, qësh i kam pru Gurbeçave në Kosovë, edhe lobi bje parë në Kosovë, si lona për Gjermaninë, për Evropë, në Kosovë. Do më thonë, i jap shtetit se nuk e kom pos shtetin. Nuk e kena pos shtetin. Ja, se kena pos. Edhe njerë, kërkoj shumë fali, për ato rastet, ato shprejt që i kom pas, po ka qenë vetëm që kanë përdora si fjallë që dhe me jetë ti kështu hajnja, a i shala jetë spital, desë, është edhe mshme. Me po fëmit e ti mi thonë, ejo boba, disha ke bo për Kosovë, 15 vjetë burg i hangër, e më lutë dikush. Dhe nuk kanë një mesazh, një koment, po kanë 3-4 se ja publikova, po ato 24 orë jenë hek. Unë për këtë rastin e zotnisë Mosli Krasniqit do të lëboj, edhe pse jam me sezon, jam me punë, sonte jam darsëm, po në vazhdoj me kontribu, se nuk e di kur kom e dek. Me ditë kur kom e dek, nashtë të tha, zot, hajtë shkoj të ablini jahtë, ose në aeroplanet, shkoj të knasna, ta jetë jetën të vadin, edhe dhe që atë kam caktimin. Amo, sot do që jetojna, do të me dhonë kontribut. Se dhe dikush ka dhonë kontribut për ty, për mua dhe për se cilin. Kush e banë qeverin, i shala bëhat. Që zbëhat, jo kine me botu, kine me vendos. Është punë e juvja. Sincerisht, unë vje keq me bo me vazhdu armitësia mes neve popullit tonë shqiptar të Kosovës sidomos, edhe rinis tonë. Rinia jonë ka nevoj shumë për vende pune, ka nevoj për motivim, ka nevoj për gjithçka. Nuk ka nevoj shumë rinia jonë për disa koncerte që organizohen, që i vijnë për jashtit. Rinia jonë ka nevoj për subvencione tjera, me o bok kushtet, me o mundësuen, premtimet që janë dhonë me i bon për ta, jo me i dëshpru me lomë me ikë për Kosovës. Para, ky brez do të më rritë me dashuri, me respekt, me vullnet. Jo mi thonë, hinë shkrujt e labi, se labi pe përkra filan fistikin. Jo, më falë. Unë e përkra e bisë kërë mirë. Unë e këmë përkra dhe Albin Kurtin, Allah. Kërë e ka mirë, kërse ka, ciao. Apo mërvesh? Para, në këtë rast, nuk jam as konktari, as humanisti, as kërkosh heq. Jam labinot a irë, qytetar, më mbron kushtetuta me folë, me thonë fjallën e lirë. Ama më manal fjallën, ti, kër njedla, kërkosh heq. Anë aty në burëm që ka ndonë male, e kanë luftu e jemë bërë që ka më mëse e këtë tortura që e ka po Serbia. Së një avnale ashtë, ti atë fjallën e lirë, dhëtë me folë. A fyrjet, ndaj liderve, ndaj aty në se preferaj. Valoj, unë së me mi thonë ashtë. Së me vla që a kërëministrë jam, nuk me mi thonë në si vëqitë që gjitha me mi thonë kërëministrë të rëmë. Never, kur njetë. Të dashër njerës, e kam postu në storje zotri Mosli Krasniqin, oroj që shumë shpej kam ju mbledh parat, unë falenderoj shumë në zonjën Vasfije që ka pas respektin edhe më ka shënu, privat më ka shënu, edhe i thash pa tjetër, me njëherë, edhe kush ka mundësi, kuptohet, me dhonë do një donacion, unë si gjithë, me juve, se qato shka jabëri, qato janë edhe porët e juve. Nuk i ko marrën për i dheve. Po më punu si bagar valaj, po punu pa gjumë, 4 orë gjumë, 4 edhe apet dalë, punoj, e kam vëllnetin këto me juve me vepru, se ju dhe familjet e juve keni bo ma shumë, se sa unë e sot që baj, besëm një. Atëherë kanë shumë aftirë, sot që kena pas as Facebookën, as kurgjeveq, as kjerës kena pas. Ka shku Islam Tahirin në Kamaran, në Kong ka shkua me bicikl ose me kali, shemull për e zoj. Me ja kry një punë filan fistekit, ose a i ka ardhë prej Dugazhinit ka ardhë. Do thonë, na e kena letë. Na veç adojna. E veç adojna, si kër këtë rastone, adu, muj. Po zdu, se s'po du. Po jo, zbanë ashtu. Nuk bam se ti ka thonë zotin mundësit, edhe ti mi shti veshtë. Se mo, nuk po fole fjallë të ndyta që tani po marrin klikime. A këto që ka i thamë në reale, nuk mi qesin, normalisht se këto e keq që më bretëran ka një hera, bëdin. Po kena me mujtë keq, besani që kena me mujtë. Qushe kena mujtë gjithë. Ma e keq që e këti veni u kanë Serbia dhe kanë mujtë. Shqiptarë tonë, kërret se cilë ka pak.
qofte edhe ai që ka thonë, o, bac, shko ik ma shpejt se policia në rrugë, fëmija në konë, na e kena bo, unë e kom bo, labë në të jeri, në përlasë këtu. Ashtë me vetë për Avner Recepin, ku e ka Avner Recepi, ku e ka Jupi, ku e ka Buqi, ku e ka Rafizi, jënë ka njës të cëkës, ku e ka Elmije Qica, atjeti, ja, se dina, valla, se dina, pse? I ka lypë Serbia, mi burgos, mi sakatu, mi vro. Ketë kanë kontribu që ashtu, fëmi vogël në kovën, të 10 vjes ka kontribu. Ketë kini kontribu. A mos sëd, veç fushat, e bani fushatën i më shelni trak, mos u përqane, se s'jena shumë, mos u përqane. Rune vetën, familjen, rune Kosovën, shtetin, jep një dashuri. Jep një dashuri. Jep një respekt, jep një gjithçka. E di se cilini të fort, kur unë s'vi me thonë që që ki punë të shpijës, se di, po që ki nevoj monora më të një mua, edhe one, shemull, kërkoj në ikon, oho, pare, anë e kënej, ma që i rrugën, faleminerës, a mo më dërzu, never, kur heq, heq be kur, hajde ditën e mirë, Zoti ju rujt, knasune be, i Zoti ju bekoft, knasune. Ngërbeqartë, ku t'jeni, faleminerës që veni, është mirë, edhe po, sot nejta me një ngërbeqar, për Zotin po, ja kanë marë policësër 500 euro, ja kanë gjithë një fotografi të një ushtarit atina, me veshje të UÇK-s, më fali. Ja kanë marë, i kanë thonë, ja kanë zirë lisizat për me shtinë burga, ne i kënej kishe, e kanë kërsnu, do më thonë, shumë e ngërbeqarin janë të kërsnu, anej. I rujtë Zoti, se pak është shqetësuese. I rujtë Zoti. Miru pofshim, rënoft kombion. Faleminderit.